Ajo është një nga banorët që ka fituar simpatinë e publikut për shkak të sjelljes së saj, por edhe për shkak të tragjedisë që do ta trajtoj sonte në Prime, ku do t'japi detaje rrënqese, por do të ndaj dhe do të sqaroj disa pika që përgjatë këtyre muajve të qëndrimit të saj në Big Brother, fjalën e kam për Elionën, janë aluduar, janë gjykuar, janë analizuar për lidhjen e saj në moshën 13 vjeçare, për aksidentin që humbi motrën dhe nënën që i ndryshoi jetën, që u largua nga e familja gjermane, më pas e gjithë jetesa e saj, duke qëndruar tek një vajzë e cila ka treguar që ka qëndruar e fortë kur është përballur me një lloj bullizimi fillimisht nga Alba dhe nga Benita në ditët edhe në javën e parë të qëndrimit në shtëpinë e Big Brotherit, por që ka qenë lineare në lojën e saj. Është përfshirë në këtë ndjenjën me Klodin dhe nuk ka dalë dhe nuk po del dot që të ketë një lloj tjetër dinamike përveç disa momenteve si me Labin, me Albën, me Ludon. Pra ka qenë të vakta momentet ku Eliona ka përjetuar, le të themi, dhe ka treguar karakter si lojtar, por se ka qëndruar në atë njerëzoren të një vajze me parime, të një vajze të mirë, edhe pse loja Big Brotherit për mua janë partizan e atyre që lozin me të gjitha ngjyrat, që bihen, ngrihen, përplasen, që bëjnë gjithçka për të luftuar, por duke mbajtur edhe një lloj dinjiteti. Pra sonte në Prime do të jetë rrëfimi i Elionës, edhe pse e ka përmendur më parë kur është bërë një lloj provokimi nga Labi, ka ndarë një pjesë të historisë së saj. Për sot do të shikojmë se çfarë do të shtojë dhe a do të tregoj më shumë në atë që ajo nuk ka treguar gjatë qëndrimit të saj deri më tani që vijon ende në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4. Sa kaq një televotim që e kam diskutuar dhe ditë të tjera midis Labit, Ludës edhe Kushtrimit, do të nxjerrë njërin prej tyre nga shtëpia, duke marrë sinjalet që në çdo darkë të nominimeve banori që moderonte darkën nuk ka dalë kurrë nga shtëpia kur ka qenë i nominuar. Darkën mbrëmë moderoi Kushtrimi, i bie që me këtë lloj filozofie më i rrezikuari është Labi edhe Ludo. Labi ka një bilet fati, kurse Ludo jo, se ja mori Limia dhe ja dha Albës me 4 biletat e tjera që ja mori dhe banorëve, dhe pra Alba ka 5 bileta fati. Nëse do dali Ludo Li, për mua nuk do t'jetë do një humbje madhe, se okej, është një banor që argumenton, që ka në plan vetëm të flasi, por e kam parë më shumë të fokusuar si analist dhe nuk i ka dhënë ngjyrat e tjera të tij, pra nuk ka përjetuar shumë goditje, nuk është rrëzuar, nuk është ringritur, ka qenë stabil në atë lojën e tij në tentativë për të pasur një lloj raporti të diskutueshëm me Albën, por edhe afërsia që ka pasur me Labin, e tani më një lloj përçarje midis tyre për efekt të lojës. Se nëse do dali Labi, është ai që në këtë treshe ka dhënë më shumë për shtëpinë e Big Brotherit, me të gjitha skemat, me të gjitha dramat, por edhe me të gjitha gabimet që ka bërë me ato lëndimet. Labi ka qenë lojtar në 2 javët e para të Big Brotherit, edhe pse kjo me informacione nga jashtë dhe të ndihmuara nga ato që ai ka parë dhe i lëshoi, le të themi, si bomba që u cilësuan atëherë kundër banorëve, gjë që nuk u pëlqye kjo qase, më pas ra në një lloj heshtje, tani më është rizgjuar, por ka bërë provokime që nëse do t'i marrim në aspektin njerëzor dhe të një lloj dinjiteti, nuk janë të pranueshme. Ka prekur në moral Elionën, ka prekur në moral Albën, po i shikojmë ditët e fundit që këmba këmbës është pas saj, edhe pse Alba shikon si një lloj përndjekje dhe si një lloj shantazhi, dhe me atë thikën që kishte dje në banak sipas Albës nuk ishte e duhur dhe nuk ishte një veprim që duhet të kalojë, dhe presim sot se si do të jetë kjo përballje midis 2 lojtarëve, por që e kam parë shumë të tensionuar Labin, e kam parë në merak edhe në një lloj paniku, dhe ai këtë e shikon si një shkallë shumë të lartë, se nëse e kalon këtë nominim, ai padyshim do të jetë në finale, ashtu e ndjen, dhe nuk e di nëse e meriton apo jo, por duke mbetur tek ajo që unë them që dua një lojtar që t'i ketë të gjitha polet e vetes së tij, t'i tregojë të gjitha ngjyrat, edhe pse lojtar me logjik nuk ka qenë, pasi është përdorur shumë nga banorët e tjerë dhe ka dalë si një lloj komiku në syt e publiku, siç ishte edhe situata e fundit ku ai u shpëla për shkak të një lloj sehiri, sipas tij që Alba i bëri me mjedhin që hodhi kur ishte në gjumë, themu përdor nga Hygerta, dhe ajo këtë gjë ka dashur që ta nxjerr qesharak në syt e publikut, dhe tha që nuk ja fal që më lëndoi tek vajza me skenën e Arushit, ndërkohë që i përgatiti atë legenin me ujë me krip dhe me ufull që tu shpërlante. Kjo sipas Hygertës, që ja pranoi dhe Alba, që ja vuri në parë që ishte një
lloj strategjie për të nxjerr për të nxjerr labin të përdoruar, për të nxjerr labin që përdoret nga banorët edhe që del paksa qesharak me ato veprimet edhe me skenat që bën. Më në fund është caktuar se ku do t'jetë dasma në Big Brother do të mbahet të dielën në orën 21:00 e kush do t'jetë nusja e dhëndër. Kjo mbetet për t'u parë se sonte në Prime do të tregohet edhe do të shikojmë se si do t'jenë reagimet edhe të banorëve, por edhe më së shumti të audiencës, se duke qenë të kjo e fundit ka një lloj pëlqimi për të parë dy dyshe, o për të parë Klodin dhe Elionën, ose për të parë Elionën dhe Londrimin, por nëse do ta bëjmë për efekt loje dhe do një situate që mund të ketë një lloj kimie, se deri diku mund të jetë e bukur midis Klodit dhe Elionës dhe do dalë ajo Benita, siç e kam thënë, që mund ta përdorë si strategji për të veshur me Zeza si një lloj vejushe në thojza, duke marrë parasysh ndjenjën që ajo ka treguar për Klodin, edhe pse një herë thotë që unë nuk qaj për meshkuj, ju kam thënë të regjisë që ta heqin si video. Pra edhe kupton dhe nuk kupton reagimet e banorëve, por sidoqoftë presim që të sqarojnë disa gjëra në Prime dhe të jepet një lloj tjetër qasje se janë bërë shumë pasiv banorët, situata që përsëritet dhe që përshtyhet me njëri tjetrin dhe nuk ka diçka të re në atë shtëpi që të ketë një konflikt të re, të ketë një lloj strategjie të re apo të ketë një lloj përçarje, të ketë një lloj mesazhi, të ketë një lloj fabule tjetër, dhe pse jemi në muajin final dhe në muajin që po shkojmë drejt fundit këtij rrugtimi i cili ka qenë i mbërthyer me situata më së shumti dramatike, ku janë përshturuar shumë banorë që janë goditur, janë hedhur, janë folur shumë për një lloj mungese të transparencë të produksionit dhe që kanë mbështetur disa banorë, por sidoqoftë publiku i ka parë të gjitha dhe është koshient për atë që është parë dhe ka komentuar dhe vijon ende ta komentojë këtë Big Brother Kosova VIP 4. Detajet për dasmën ende nuk janë bërë publike, për në një Insta story që producentja Olca Muhameti ka ndarë me ndjekësit e saj, shikohet me grupin realizues, pra produksionin e Big Brother, duke diskutuar do ta bëjmë me njerëz, a do të ketë ftuar dhe banorë të tjerë, kjo do të jetë paksa me siklet, ata mund të japin informacione për situatat që kanë ndodhur në shtëpi dhe kjo gjë mund të ndikojë në psikologjinë e banorëve që kanë që nga dita e parë aty dhe mund t'i orientojnë në strategjinë e tyre apo në ato qëndrimet që kanë mbajtur dhe mund të shkaktojë dinamika të reja. Kjo mbetet për të parë nëse do të lejohen banorët që kanë përfunduar këtë rrugtim të jenë të ftuar në dasëm, se dasëm me pak persona edhe mund të bëhet edhe mund të mos bëhet. Kemi parë dasma dhe në Big Brother në Shqipërisë që janë bërë dhe janë kthyer në virale, dita tjetër është bërë pushim. Do të shikojmë nëse do të jetë edhe ka një lloj interesi për të parë se kush do të jetë nusja, dhëndri e gjithë situata, si do të organizohet, se si do të mbarvahet kjo dasëm shumë e kërkuar dhe shumë e diskutuar që më në fund si Ceceka do të mbajë të dielën në orën 21:00, do të mbajë të mbërthyer publikun më në fund për të parë një situatë ndryshe, për të parë një fabul edhe një traditë që ne e kemi shumë të shenjë si që është martesa, dasma, dhe në kuadrin e një loje bëhet më interesante për të parë edhe se sa lojtarë do të jenë njerëzor apo do të jenë smirusha, do të kenë atë zilin, apo do të bëjnë ndonjë skenjë që mund të kthehet në virale dhe që ta bëjë të lezetshme dhe pikante të gjithë mbarvajtjen e dasmës. E kam cekur dhe në një reagim që kam bërë në Instagram që sa herë që është në një lloj televotimi, kushtrimi i cili më së shumti ka treguar që është njëri me parime, që nuk është përlyrë në diskutime, që nuk e ka treguar veten në të gjitha dimensionet si lojtar, por më së shumti ka qëndruar në atë njëri me ato flirtet që ka pasur, me këndimin, me atë energjinë dhe me veshjet, me lukun e tij që thoja ka një lloj kimie shumë të zjarrt me Aurorën, betet për të parë nëse do ta zhvillojnë kur dalin nga Big Brother, por ka një lloj tensioni midis tyre që ai nuk e ka pasur as me Sasën, as me atë qëndrimin disa ditor me Dolçen. Pra kushtrimi ka një lloj kimie me Aurorën, nëse do të ishin që në ditët e para, nëse do të ishte Aurora që në ditën e parë në shtëpinë e Big Brother, sigurisht do të ishte një çift që do të ishte në ujëra të qetë dhe jo që do të bënte drama situata, por do të pëlqente ndoshta nga sytë e publikut se do të ishin real, do të kishte ajo feeling, edhe pse Aurorën po e pengon paksa motra e saj Suanita, duke mos e lejuar që të ketë një lloj shpërthimi të asaj që ndoshta mund të ndjejë dhe mund të tregoj Aurora për kushtrimin, por mbetet për të parë nëse kjo gjë mund ta shpëtoj kushtrimin për të vijuar rrugtimin e tij në Big Brother. Ky ishte edhe Troç me Redin, do doja të dija dhe mendimin tuaj, por më kryesore mos harroni të bëni dhe subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.